Margelo, mori Margel, Gilma Syrin, qem kem shes, moj Margela e Malesis, tuja kamve, Qomanis. Në një ceremoni të veçantë, Këshilli i Qarkut Shkodër ka nderuar trupën muzikore Dhe Dorë me titullin e lartë Nderi i Qarkut në 20 vjetorin e themelimit të saj. Për kontributin e vyer artistik dhe shoqëror të kësaj trupe muzikore që ka promovuar për 20 vite me radhë barazim, dinjitetin njerëzor dhe fuqinë e artit, si mjet për përfshirje, solidarizim dhe frymëzim në komunitetin e Qarkut ton, në mbar vendin dhe jashtë. I jepet ky motivacion si nder i Qarkut Shkodër trupës muzikore Dhe Dorë Albania. Kjo trupe themeluar në vitin 2004 me mbështetjen e organizatës norvegjeze dhe asaj vendase Dhe Dorë ka qenë për vite me radhë një model i suksesshëm i integrimit për fëmijë dhe të rinj me aftësi ndryshe. Me performanca në Shkodër, në qytete të ndryshme të vendit, në Kosovë, Norvegji e më gjerë, Dhe Dorë ka përquar mesazhin se muzika nuk njeh kufi dhe se arti mund të ndryshojë jetë. Sot po nderojmë një histori të jashtëzakonshme, një shembull frymëzues se si arti dhe dashuria për njeriu mund të ndryshojnë jetë. Që për i vitit 2004, kur themelua trupa muzikore Dhe Dorë, me mbështetjen e miqve tanë norvegjes, me përkushtimin e organizatës vendase Dhe Dorë, Shkodra fitoi jo vetëm një trup muzikore të re, por ngjitha fitoi një model të shkëlqyer integrimi dhe solidariteti. Në një kohë kur shumë prej këtyre fëmijëve të rinjve, me aftësi ndryshe, nuk kishin ndoshta shërbimin e duar social, kjo trup u bë një dritare e hapur, një mundësi për të treguar talentin, për të fituar besimin dhe për të ndjerë si janë pjesë e pandashme e komunitetit tonë. Trupa muzikore Dhe Dorë ka dëshmuar ndër vite se muzika nuk njeh kufi, as dallime. Me performancet e saj jashtë Shkodrës, qytete të tjera të Shqipërisë, në Kosovë e deri në Norvegji, ajo ka përquar e mban imazhin e bukur të Shkodrës sonë. Një qytet që e do artin, respekton kulturën dhe i çmon vlerat njerëzore. Përmes çdo koncerti, prove apo aktiviteti, kjo trup ka dhënë një mesazh të fuqishëm se aftësia e njeriut për të krijuar, për të gëzuar e për të shpërndarë dashuri është më e madhe se çdo kufizim. Kjo band, kjo muzikë, ky 20 vjetor i ka bërë këto persona që sot t'jenë muzikant dhe ne të duar trokasim për muzikën, për talentet, për punën e tyre kaq të bukur e kaq fisnike që mbledhin një publik dhe e ngrejnë kam. Dhe jo vetëm ne si Shkodër, që i kemi biton, motrat e vajzëve tanë. Këto kanë performuar shumë mirë në Puk në i koncert që kanë bërë atje, dhe këtë himnet e flamujve botës i performojnë shumë mirë në skenë edhe në rrugë, kështu që unë do i bëj kërkesë sot me qenë se në Puk, me datën 5-6, kina një event botëror, si që është Miss Globi, me datën 6 dhe i ftosha në Pukta. Këtë thash publikisht që edhe Kasiroti mos më marrë refuzu. Faleminderit edhe urime, gëzuar. Qëllimi im kryesor në Shkodër ishte që të filloja një proces ku muzikantët pak nga pak të mund të mësonin që të zotëronin instrumentat, të mësonin se si të luanin një melodi në të njëjtën kohë dhe një ditë të kishin mundësi që të ishin në gjendje që ta dëgjonin muzikën për cilën ato luanin. Dhe në të njëjtën kohë, më e rëndësishmja nga gjitha, në një kohë afatgjatë të përdorej banda muzikore si një shtys për të ngritur këtë target group në një nivel të respektuar në shoqëri dhe të japim dhe të jepnim atij një status më të lartë. Gjatë ceremonisë u shpërndan edhe certifikata mirënjohje për muzikantin Bevjerdha dhe menaxherin Kastriot Faci, si dy nga figurat kyçe që kanë kontribuar në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e kësaj trupe. Nderimi që na u dha pikërisht nga Këshilli i Qarkut dhe nën kujdesin e Zotit Montnoj, do thosha që ishte qershia mitore me gjithë këto festime, me gjithë këto ditë veçantë që ne patëm sot. Ndaj dua ta falenderoj nga zemra sepse do ta them publikisht i dha një mundësi trupës son që gëzonte edhe të festonte një ditë kaq të veçantë në mënyrë kaq të bukur dhe kaq soleme. Të pranishmit vlerësuan rolin që kjo trup ka luajtur në komunitet, duke e quajtur një pasuri të çmuar për Shkodrën dhe një shembull frymëzues solidariteti.